Në komunën e Tetovës sot është mbajtur debati i parë publik për propozimin e emrave të rrugëve. Në debatin e sotëm ishin të ftuar të gjithë qytetarët, shoqatat, organizatat jo qeveritare, sektori civil që të marrin pjesë në këtë debat publik për emrimin e rrugëve. Kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami tha se ky proces është për të mirën e qytetarëve dhe i njëjti duhet të përkrahet nga të gjithë. Nuk kam informacione se cilat janë propozimet, sot do të hapen propozimet e qytetarëve. Sipas informatave që i kam nga komisioni, sot nis debati publik, është parapartë të ketë 4 sesione ku qytetarët do të mund të diskutojnë rreth propozimeve dhe pastaj komisioni çdo propozim veçmas do të duhet të analizojë dhe të merret vendim konform procedurave ligjore. Deri tash kemi pasur një koordinim, do kisha thonë korrekt, dhe unë edhe më të qepë besoj dhe shpresoj se deri në fund ky proces do të kaloj konform procedurave ligjore dhe me një konsenzus të gjithë mbarshëm shoqëror. Çdo propozim i qytetarëve është i rëndësishëm dhe ndihmon që ky proces të jetë gjithëpërfshirës dhe i suksesshëm për qytetarët dhe qytetin e Tetovës. Bashk, hapur dhe në mënyrë transparente, diskutojmë dhe japim propozime, tha kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami.